Shikues nderuar, ju dëshirojmë mirëseardhje në edicionin ton të lajmeve 21 Live News. Vendimi i qeverisë në detyrë për ndarjen e 100 eurove për fëmijët dhe pensionistët në prag të zgjedhjeve nga analistët cilësohet i kundërlidhshëm pasi sipas tyre qeveria në detyrë po keq përdor buxhetin e shtetit për blerje vote. Praktikën për hapjen e kuletës së shtetit në prag të një procesi zgjedhor, qeveria në detyrë e vazhdoi edhe me vendimin e fundit për ndarjen e 100 eurove për fëmijët dhe pensionistët në kohën e fushatës zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Ndarja e këtyre mjeteve në këtë periudhë ngjalli val reagimësh. Ish-ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale Skënder Reqica thotë se vendimi për 100 euro për këto kategori ka qëllim elektoral dhe se qeveria në detyrë është duke abuzuar me buxhetin e shtetit. Me dhurata 3 ditë para zgjedhjeve nuk ndërtohet një shtet ku sundon rendi dhe ligji, nuk zhvillohet demokracia. Ato ku metohet të blehet vota, askush nuk është kundër mbështetjes së këtyre kategorive, qoftë fëmijëve, qoftë pensionistëve, por duhet analizuar kontekstin politik ku kjo mbështetje alokohet. Ne jemi për atë që këto kategori të mbështeten 12 muaj brenda vitit, jo të prag zgjedhjeve. Dhe ne kemi parë këto vendime sepse kemi pas një vit që kemi pas 3 herë rada zgjedhje. Këtë diell është hera e tretë ku do të kemi zgjedhjet dhe shihet shumë qartë që vendimi nuk ka pas qëllim social, por qëllim elektoral. Se vendimi i qeverisë në detyrë për ndarjen e 100 eurove për pensionistët dhe fëmijët është keqpërdorim i paras publike për fushat zgjedhore, e thot edhe ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Duhet të kuptojmë politikanët vendor që vota nuk blihet, ajo duhet të meritohet. Ajo që e karakterizon këtë anarhi që ka kapluar Kosovën është fakti që ka ndryshuar vetëm forma e korrupsionit. Derisa në kaluar një vend të nder dhe ju mbledh votat në mënyrë të drejtë, tani po në mënyrë zyrtare edhe institucionale u duke tentuar të blihet vota qoftë nga pensionistët, qoftë nga studentët, po edhe grupe tjera që janë vërtet nevojë. Për ndarjen e 100 eurove, kryeministri në detyrë Kurti është arsyetuar se është praktik e qeverisjes së tij. A kanë qenë ato shtesa dhe vitin e kaluar? A kanë qenë edhe para vitit të kaluar? Çdo herë para vitit të ri, kur kemi dimër e kemi festa, ne i gëzojmë më të moshuarit edhe fëmijët. Nuk ka asgjë të re në këtë aspekt. Por vendimi i qeverisë në detyrë për ndarjen e 100 eurove për pensionistët dhe fëmijët është edhe i kundërligjshëm, thot avokati Ardian Bajraktari. Duke qenë se me sa di nuk kanë qenë të parapame në ligjet respektive, që e bën vendimin për nga përmbajtja ligjore të cënueshëm dhe në kundërshtim me ligjin, për më tepër edhe koha kur është marrë një vendim i tillë, natyrisht që çdo mend që është për çështje të aspekteve elektorale, edhe për rrjedhoj, pavarësisht se në bindjen time kategori të tilla kanë nevojë për mbështetje në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm për fund vit, me thekë veçantë për pensionistët e të ngjashme, mirë po mënyra e marrjes së këtij vendimi, koha e marrjes së këtij vendimi dhe as më tepër nga një qeveri e cila siç dihet ka vendimet gjyqësore që i konsideron që vendimet e tilla janë në shpërputhje me parametrat kushtetues dhe ligjor, natyrisht që në bindjen time nuk do të duhet të ndodhë. Një vendim të ngjashëm qeveria në detyrë kishte marrë edhe në prag të zgjedhjeve lokale, duke ndarë 100 euro për studentët, vendim i cili po ashtu ishte cilësuar si tentativë për blerje vote. Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Gerot, deklaroi se pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, bashkisë ndërkombëtare i duhet një partner në Kosovë për të punuar në planin e rritjes së Bashkimit Evropian dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Gerot tha se Kosova ka nevojë për një qeveri të përgjithshme përpara kuvendit të saj. Pak ditë përpara zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, prania ndërkombëtare në Kosovë ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie me kompetenca të plota. Ambasadori francez Olivier Guerro ka thënë se është nevoja për një qeveri të përgjithshme që do të shtynte përpara një numër procesesh të rëndësishme për Kosovën. Prej afro 10 muajsh Kosova nuk arriti të krijonte institucionet e saj dhe në pamundësi të një marrëveshjeje për qeveri, kuvendi i Kosovës u shpërnda. Mesazhi është se na duhet një partner. Ne së bashku jemi mbështetësit tuaj të huaj, miq tuaj të huaj.
Na duhet një qeveri e plot me të cilën do të mund të punonin për planin e rritjes, natyrisht, por edhe për shumë çështje të tjera, qoftë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, por edhe për zhvillimin e Kosovës, legjislacionin e Kosovës. Duke folur për krizën politike dhe mos formimin e institucioneve, diplomati francez tha se një vit pa qeveri me mandat të plot ka qenë i vështirë për Kosovën dhe numroi një varg projektesh të cilat nuk kanë arritur të realizohen. Ky vit pa një qeveri të plot ka qenë pak i vështirë, duhet ta them. Jo se nuk kemi qenë në gjendje të punonim, siç thash, në projektin e impjantit të trajtimit të ujrave të zeza. Ne kemi mundur të punojmë në nivel teknik. Kishte edhe iniciativa të tjera që mund t'i bënim në nivel teknik, por Kosova është një demokraci. Si demokraci është nevoja për një qeveri të përgjithshme para parlamentit. Bashkimi Evropian ditë më parë vendosi të heqë 50% të masave derisa u zotua për heqjen e të gjitha masave ndëshkuese ndaj Kosovës deri në fund të muajit janar 2026. Ky zhvillim sipas ambasadorit Guerro është një lajm i mirë për Kosovën, pasi do të ecin përpara shumë projekte të rëndësishme për vendin, të cilat ishin bllokuar vitet e fundit. Kemi një projekt shumë të rëndësishëm që është ngadalësuar nga masat për ndërtimin e një impjanti të trajtimit të ujrave të zeza, i cili do të mbulonte Prishtinën, Obiliqin, Fuç Kosovën dhe Graçanicën. Ky është një projekt i përbashkët me Gjermaninë në fakt. Pra, po pres me padurim që ta përshpejtojmë këtë projekt, për të cilin nuk jemi ndalur së punuari kurrë në nivelin teknik. Është vetëm një nga projektet që kemi. Kemi projekte të zhvillimit me Agjencinë Franceze të Zhvillimit, sidomos për të ndihmuar Kosovën me lojrat mesdhetare 2030 dhe gjithashtu për të ndihmuar atë në tranzicionin drejt një energjie më të pastër. Në Prishtinë këtu po shohim mjegullën që është bërë si shkak i një energjie të papastër dhe agjencia po punon. Sa i përket zotimit se deri në janar të vitit 2026 do të hiqen masat, ambasadori francez thotë se vendimi politik tashmë është marrë nga Këshilli Evropian dhe se tani i takon Komisionit Evropian ta zbatojë. Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në vitin 2023 si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të Kosovës, kur kryetarët shqiptar të dalën nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal, nisën detyrën e tyre në komunat në veri. Besimtarët e krishterë në mbar botën festojnë sot Krishtlindjen që konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në kalendarin e krishterë. Në katedralen Nana Terezë në Prishtinë, meshën solemne të Krishtlindjes e udhëhoqi i peshkvi i Kosovës Simzot Dod Gjergji, i cili tha se kjo festë është momenti më i mirë për ta falendëruar Zotin. Imzot Dod Gjergji bëri thirrje për paqe dhe drejtësi, ndërsa tha se Kosova ka nevojë për stabilitet më të madh politik dhe që të përshpejtojë rrugën drejt hyrjes në familjen evropiane. Kjo është e mesha e mesnatës, sot ndërkaq që në katedralen Nën Tereza në kryeqytet u mbajt mesha e udhëhequr nga famulitari Don Agim Qerkini. Gjatë fjalës së tij, Don Agim Qerkini u bëri thirrje besimtarëve që të lutën për paqe, ta mbrojnë jetën dhe t'i shërbejnë asaj në kuptimin e plotë të fjalës. Ai tha se Krishtlindjet janë festë e paqes, duke theksuar se bëhet fjalë për një paqe të trefisht me Zotin, me të afërmin dhe me vetveten. Para lutjeve, famultari theksoi nevojën që t'i jepet më shumë hapësirë Zotit në jetën e përditshme, duke vlerësuar se në një botë gjithnjë më të zhurshme është e vështirë të gjendet qetësia shpirtërore. Fjala e Zotit na flet shumë dhe ajo që kemi nevojë është të jemi të hapur për sa. Le ta lejojmë Zotin të na flet. Le të mundohemi të japim hapësirë atij në jetën tonë. Sa e zhurmshme kjo botë, sa e vështirë të gjesh pak qetësi në jetë. Mbase edhe këtu në kish, shpesh me celular në dorë, nuk arrijmë të shkëputemi nga kjo sferë e jetës luksore, që sikur ky dymi i kemit, ashtu plotësohet lutja jonë e Zotit.
Krishtlindjet janë një nga festat më të rëndësishme për besimtarët krishterë, që shënojnë lindjen e Jezu Krishtit dhe simbolizojnë paqen, dashurinë dhe jetën. Në Kosovë kjo festë shënohet çdo vit me meshë solemne në kisha dhe katedrale, ku besimtarët mblidhen për lutje dhe reflektim shpirtëror. Katedralja Shën Nëna Tereza në Prishtinë mbetet qendra kryesore e kremtimeve të Krishtlindjeve për komunitetin katolik në vend. Besimtar katolik dhe njerëz vullnetar u bashkuan në meshën e mesdites në katedralen Nën Tereza në kryeqytet për të kremtuar pra Krishtlindjen. Nga aty besimtarët uruan për më shumë paqe, shëndet dhe solidaritet mes njerëzish. Në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë, besimtarë dhe njerëz vullnetmir u bashkuan për të kremtuar Krishtlindjet. Nga ky objekt kulti, besimtarët uruan për më shumë paqe, shëndet dhe gëzime gjatë këtyre ditëve festive. Diçka kisha dëshiru për këtë popull. Vishnet, mirë kuptim, dashni, nërveti, bekim, qaq. Gëzuar Krishtlindje. Faleminderit gjithashtu. Don Agim Qerkini, famullitar në katedralen Shën Nën Tereza, flet për kuptimin shpirtëror që ka Krishtlindja për besimtarët. Që kur është vugur themeli i kësaj katedrale, përçon pikrisht këtë frymë mirëkuptimi, dashurie, ndërnjerëzore, duke kërkuar ndihmën e Zotit në vazhdimsi. Është ai që na bekon e jona është që të jemi të hapur ndaj tij, sikur në rastin e mishrimit të fjalës së Zotit që është e kremtja e Krishtlindjes. Në këtë kohë kaq dinamike dhe digjitale, le të rikthejmë ngrohtësinë familjare, solidaritetin dhe shpresën për ata që përballen me vështirësi, tha Don Agim Qerkini. Krishtlindja është festë e jetës dhe natyrisht mjafton të gjithëve që të vihemi në shërbim të jetës, që ta duam njëri tjetrin, ta mbështesim në gjërat e mira njëri tjetrin, t'i gëzohemi suksesit të njëri tjetrit dhe në këtë frymë mbi të gjitha, në këtë botë e cila është ndikuar nga kjo frymë toksore, të lirohemi nga ato gjëra që izolojnë jetën shpirtërore. Njerëzit sot më shumë janë të prirë mbase të bëjnë jetë komode në kontekstin e të mirave të kësaj bote, por bekim më të madh se të kesh fëmijë e të lejosh të lindin ata, nuk ka më të madh në botë. Ndaj, sikur familja gëzohet me një lindje të re, ashtu edhe mbar kisha në festën e Krishtlindjes përjeton vërtet të gëzim të madh. Krishtlindjet përcjellin vlera njerëzore si dashuri, respekt, ndershmëri, sakrificë dhe shërbejnë për të edukuar brezat e rinj me shembullin e thjeshtësisë dhe përullësisë, thonë besimtarët që i takuam në katedralen Shën Nën Tereza. Uroj që të presim këtë festë me një zemër të hapur e të pasur, se me të vërtetë është një festë shumë e shajtë për neve. Ndërsa mes të rinjve, si kremtohen Krishtlindjet? Si gjithmonë, me traditat zakonshme, darkën me familje, me dhuratat vogla, është si shenjë e thjeshtë e vogël. Ke pas një njeri të veçantë që këtë herë i ki bërë një dhuratë gjithashtu të veçantë? Njerëz të si kam për herë. Njerëz të zemrës. Po, njerëz të zemrës. Kjo është një festë shumë e madhe e mbar botën e krishterë, është festë personale, është festë familjare, festë kishtare, festë mbar e gjithë botës së krishterë. Të gjithë rrethit familjar, bashkëdhetarëve, miqve, dashamirët që t'i uroj këtë ditë me paqe dhe gëzim të plotë, njëkohësisht edhe vitin e ri 2026. Krishtlindjet simbolizojnë dashuri pa kushte, shpresë, paqe të brendshme, si dhe janë një thirrje për të qenë më njerëzor, jo vetëm në ditë feste, por në çdo ditë të vitit. Urime për besimtarët katolikë në ditën e Krishtlindjes bën edhe krerët institucional të partive politike e ambasador të akredituar në Kosovë. Presidentja Vjosa Osmani në fjalën e saj në natën e Krishtlindjes në katedralen Shën Nën Tereza në Prishtinë, tha se Krishtlindja është frymëzim që tregon se përballë sfidave duhet të triumfojë shpresa. Me këtë rast ajo rikujtoi shembullin më të madh të mirësisë Nën Terezën. Përtej dritave që vezullojnë dhe simbolizojnë shpresën, reflektojmë mbi bujarinë, solidaritetin dhe bashkimin tonë si kombë dhe si shoqëri.
Krishtlindja është frymëzim që na kujton se edhe përballë sfidave duhet të triumfojë shpresa. Sipas shembullit të Shën Terezës, le të kujdesemi jo vetëm sonte, por gjatë gjithë vitit që vjen, për ata që presin ndihmën tonë dhe kanë nevojë për ngrohtësi njerëzore. E kam pasur nderin të pritem ditë më parë në audiencë private nga shenjtëria e tij Papa Leoni 14. Gjatë këtij takimi i përcolla sërish urimet më të përzemërta për fillimin e misionit të tij dhe ftesën e përzemërt për një vizitë në Republikën e Kosovës. Edhe ambasadorët e huaj të akredituar në Kosovë uruan për festën e Krishtlindjes. Ambasada amerikane uroi të gjithë qytetarët e Kosovës që festojnë këtë ditë të shenjtë të kalendarit të krishterë. Ambasadori britanik Jonathan Hargreaves uroi Krishtlindjen me një portret familjar. Nga familja ime, juve dhe familjes suaj ju urojmë Krishtlindje të gëzuar të gjithëve në Kosovë që festojnë sot. Kjo kohë është një kohë gëzimi, bashkimi dhe shprehse. Drita shkëlqen në errësirë dhe errësira nuk e kanë poshtur atë. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në mesazhin e tij uroi festë me plot begati për besimtarët e krishterë. Krishtlindje të gëzuara, plot shpresë e begati për të gjithë miqtë tanë të krishterë. Le të jetë kjo Krishtlindja burim paqe dhe gëzimi, si dhe një mundësi për të kaluar çaste të lumtura me njerëzit tuaj më të dashur. Në Kosovë, festa e Krishtlindjes shënohet çdo vit me meshë solemne në kisha dhe katedrale, ku besimtarët mblidhen për lutje dhe reflektim shpirtëror. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama e nderoi këngëtaren Dafina Zeqiri me vlerësimin Hynesha në Fron për kontributin e saj të rëndësishëm në kulturë dhe në muzikë. Në këtë rast u vlerësua ndikimi i saj pozitiv në shoqëri dhe frymëzimi që ajo u jep të rinjve, ndërsa Dafina falenderoi publikun dhe komunën për mbështetje, duke theksuar rëndësinë e koncertit Supernova dhe rikthimin e saj në skenën artistike në Kosovë. Nata e parë e koncertit Supernova do të mbahet sonte në Pallatin e Rinisë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama nderoi këngëtaren Dafina Zeqiri me Hynesha në front, një nga vlerësimet më të larta të qytetit, për kontributin e saj të vazhdueshëm në fushën e kulturës përmes muzikës së saj. Ky nderim vjen si mirënjohje për ndikimin pozitiv që muzika e saj ka pasur në shoqëri, për mesazhet e dashurisë, barazisë, paqes dhe vetbesimit që ajo përcjell, si dhe për angazhimin e saj për të kontribuar në jetën kulturore të vendit. Rama falenderoi këngëtaren për punën e saj dhe tha se koncerti Supernova po frymëzon një gjenerat të tërë. Unë kam kënaqësinë më të madhe sot me prezantu Dafina Zeqiri, një artiste mrekullueshme shqiptare, që na reprezenton në skena botërore me muzikën e saj, e cila është faktikisht stimulon kreativitet tek tri ton, vetbesim tek tri ton, fol për tema të ndryshme që janë pjesë e shoqërisë, që janë pjesë ku flet për dashurinë, për barazinë, për paqe, për të drejtat e njerëzit, pra nëpërmjet artit, sepse sonte është koncerti i parë, dita e parë e koncertit Supernova, e nesër do të jetë dita e dytë e koncertit Supernova, ku Dafina me originalitetin e saj e inspiron një gjenerat të tërë, prandaj faleminderit shumë Dafina për punën e mrekullueshme që bën. Ndërsa këngëtarja Dafina Zeqiri tha se pa mbështetjen e publikut dhe të komunës, kjo ëndër nuk do të bëhej realitet. Ajo tha se rikthimi në Kosovë për të bërë muzikë dhe për të kontribuar për rinin ka qenë ëndra e saj e parë, ndërsa Supernova Show është ëndra e dytë. Pa juve nuk ish bo kjo ëndër realitet, se kjo është një ëndër tjetër e imja. Ëndra e parë u kanë më rikthim në Kosovë, me bo muzikë të mirë, me kontribu për rinin. Ëndra e dytë është që kjo Supernova Show edhe nuk kishte qenë e mundshme pa mbështetjen e komunës, pa mbështetjen tënde dhe ekipes tënde të mrekullueshëm, të cilët ju falenderoj përzemërsisht, se pa juve Supernova would be cancelled fatkeqësisht, kështu që kam emocione, edhe pse po të falenderoj ty për zdyti që edhe qëto emocione mi ki zbut për koncertin e parë sonte edhe nesër.
Ndër të tjera, Dafina Zeqiri foli edhe për këngën Harrimi i dashurisë, e cila tha se është shumë e veçantë për të, sepse është kënga e parë shqip që ka incizuar kur ishte vetëm 16 vjeç. Ai u shpreh se reagimi pozitiv i orkestrës dhe bendit gjatë provave e emocionoi, sidomos sepse disa prej tyre nuk e dinin që kënga ishte e saj. Me tregu drejt, është kënga Harrimi i dashurisë, se është kënga e parë shqip që i kom incizu, i kom pas 16 vjetë, kështu që më ka pëlqyer edhe reagimi i orkestrës edhe bendit kur e kemi ushtru qatë këngë, se disa prej tyre nuk e dishin që është këngë jemja. Edhe me rikthy qatë këngë mu po më jep një emocion ndryshe sot. Nashta pak më rinur? Yes, po edhe po ma kujton që që kom fillu unë e karierën tem. Ajo kon kënga e me parë, edhe kur pe mendoj ku kom ri sot, t'jep një farë emocioni tjetër. Përveç nderimit të këngëtares Dafina Zeqiri, Komuna e Prishtinës bëri të ditur se gjatë këtij viti janë ndarë edhe 2 hynesha në Francë të tjera për artistin Armend Rexhepagiçi dhe për grupin e njohur Shkodra Elektronike. Si vlerësim për personalitetet që kanë dhënë kontribut të veçantë në fusha të ndryshme të jetës kulturore dhe shoqërore, duke vazhduar traditën e mirënjohjes për ata që promovojnë dhe përfaqësojnë denjësisht qytetin e Prishtinës. Kjo ishte tëra që përgatitëm për ju falenderit për vëmendje, ndiqni edhe portalin tonë rtv21.tv.